Thash, gabimi ma I madh është kur mendoj që totalisht du të jemi me fëmijë fizikisht 24 orë, pavarësisht që nuk kemi të strukturuar kur gjë në jetën tonë. Dhe pa dashur me ofendu asnjë prind, sepse prind jam vetë, po më dhimbën shumë nanat që mendojnë që të qëndruarit me fëmijë non-stop sjell kualitet. Jo, të qëndruarit me fëmijë vetëm 4 orë është I mjaftueshëm nëse ti e strukturon. Dhe nëse ti bën mjaftueshëm për ta, prezenca, dëgjimi, dhe kur ti ki akses të ta, edhe kur nuk je, është e mjaftueshme. Do thotë, ne duhet më mësu që edhe me hek këtë pjesën e fajsisë që thash, edhe me hek këtë farë epitetin që ja kemi vënu vetës vetë, që një nanë perfekte, një nanë e mirë duhet me qëndru me fëmijë. Një grua perfekte me qëndru me fëmijë. Ky është një dimension shumë I ngushtë. Dhe kjo është një forcë që vazhdimisht I pengon nanat në mënyrën se qysh prindrojnë. Po tham edhe babat, sepse sot I kemi të ndama, jemi racional, nasha dhe I dikon në mënyrën se si I rritim fëmijët, mirë po I referona ma shumë nanave, se kryesisht nëse marrim edhe e shohim një trajektore të gjinisë se sa punojnë, kryesisht I ki nanat që janë në prindrim. Do thot, heqin dorë prej punës, prej profesionit, prej çka do tjetër për me qëndru me fëmijë. Kjo është shumë fisnike, është shumë bujare, po në kohë çfarë po qëndrojmë sot, ti jep një kornizë jo shumë të mirë atij fëmije. Një model të gabun, por mendoj që gabun të ngushtë, edhe fundi secili fëmijë se don me pa prindin e vet të arritur. Don me pa prindin e vet që e ka një jetë të strukturuar, sepse sot krejt çka njerëzit vujnë dhe krejt çka njerëzit kanë probleme në jetë, është mënyrën se sa mrin me menaxhu këtë kohën që na po besojmë që I kemi 12 orë, por realisht po na vdukën sikur 5-6. Dhe nëse mrim me pas një menaxhim të mirë, kemi pas kohë edhe për fëmijët, edhe për punën, edhe për gjithçka tjetër. Fundit nuk është e shëndetshme nëse kemi atë farë monitorimi 24 orë ndaj fëmijëve. Mendoj që nuk është e shëndetshme as edhe për prindin, sepse vaj prind ka nevojë që të relaksohet në mënyrë që me ajo apat që meriton fëmijët. Ti je shumë ma produktive kur shkon prej këto edhe I tregon fëmijës diçka. Ti je shumë ma produktive, sepse fëmija ndaj nanës sidomos, ka një nuhatit jashtëzakonshme, ka një energji që e din sakt gjendjen emocionale të nanës. Kështu që duke qëndru 24 orë dhe duke mos realizu veten në ato që ka ti pret edhe në ato që ka ti mendon që mundesh, fëmija e nuhat dhe normalisht edhe ai nuk e merr kënaqësi në ato orë që ti don. Kështu që unë nuk jam eksperte e kësaj fushë, kështu që nuk po du me jap diagnoza, unë flas rreth eksperiencës time dhe po besoj që me këtë çka unë kam bërë nuk kam gabu deri tash kurrë, dhe fëmijët e mi në periudha rreth 1 vjet I kam kthy në qerdhe, jam kthy do të thotë normalitetit tim në punë dhe jemi dikon rreth 9 orë, 10 orë jashtë, nuk shihemi,